Çka do të thotë shahadeti dhe sqarimi i lidhur me të? Po, sa i përket shahadetit, të gjithë muslimanët e kanë për obligim të thonë këtë fjalë për të hinë në Islam. Fjala ashhadu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammeden abduhu wa rasuluhu, shqip, do të thotë ta besojmë se Allahu është një dhe i vërtet dhe se nuk ka zot tjetër përpos tij dhe se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është i dërguar i tij. Këtu pak një koment shkurt se njerëzit të gjithë e dinë shahadetin dhe të gjithë dinë ta shpjegojnë dhe ta përkthejnë shahadetin mirë, po kur e përkthejmë shahadetin themi se nuk ka zot tjetër përpos Allahut. Ne duhet me di se shumë njerëz besojnë zotra të tjerë. Do të thotë ka dhe ekzistojnë zotra të tjerë përpos Allahut, mirë po nuk janë të vërtetë. Ne e kemi për obligim kur ta shpjegojmë ose kur ta përkthejmë shahadetin të themi nuk ka zot tjetër të vërtetë përpos Allahut. Sepse ju e dini, tash në histori kemi lexuar dhe kemi mësuar se vetëm në Japoni besojnë mbi 1000 zote. E mos folim për shtetin e Indisë, për disa vende tjera. Do thotë ka zotra të tjerë dhe njerëzit i besojnë zotra të tjerë duke e ditë se nuk janë të vërtetë, mirë po për fat keq i besojnë. Ne si musliman e kemi për obligim kur ta përkthejmë shahadetin të themi se nuk ka zot tjetër të vërtetë përpos Allahut dhe se pejgamberi alayhis salam është i dërguar i tij. Se i përket shahadetit, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot: "Umirtu an uqatil an-nas." Jam i urdhëruar të luftoj njerëzit derisa ta thonë këtë fjalë. Në qoftë se e thonë këtë fjalë dhe hinë në Islam, atëherë atyre ju garantohet pasuria edhe ju garantohet gjaku.